të ndihmojnë Shqipërinë të dalë nga kthetrat e narkoregjimit, por kjo do të nënkuptojë një dinamik të re, për shkak se sipas njerëzve që kanë qenë në dhomë në takimet mes Ramës dhe Erdogan, ka qenë gjithashtu Erdogan i cili e ka nxitur kryeministrin Rama që të konsolidojë edhe më shumë pushtetin e tij, pra të ketë një qasje diktatoriale ndaj pushtetit dhe administrimit të Shqipërisë, çka do të sjellë rrjedhimisht një tjetër zhvillim të ngjarjes ku Shtetet e Bashkuara do të vendosen para faktit se tani më problemi nuk do të jetë më thjesht korrupsioni apo përdorimi i drejtësisë si armë politike, por një diktator si Edi Rama do të jetë problemi i vetëm dhe i drejt për drejt për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me marrëdhëniet me Shqipërinë. And your last sentence, Mr. Rubin? My last sentence would be the mistake which Edi Rama has made is similar to the mistake that Recep Tayyip Erdogan has made. People understand the true Recep Tayyip Erdogan because of the situation with the arrest of Ekrem İmamoğlu, the mayor of Istanbul. Now that Edi Rama has gone after Erian Veliaj, the mayor of Tirana, and the former deputy prime minister Arban Akmataj, these court cases have led American diplomats, and especially the Congress, to reassess the character and the democratic credentials of Edi Rama. I understand. Dhe fjalia ime e fundit është në fakt tani më që Edi Rama ka bërë të njëjtin gabim që ka bërë Recep Tayyip Erdogan me arrestimin e kryebashkiakut të Stambollit. Edhe për ndjekja që Edi Rama i ka bërë qoftë kryebashkiakut të tij, qoftë zëvendës kryeministrit të tij, ka krijuar problemin në Kongresin Amerikan duke rivizatuar portretin e Edi Ramës dhe kredencialet e tij demokratike, duke e larguar sigurisht atë nga një profil demokratik dhe duke e çuar në një profil më diktatorial. Which means, Mr. Rubin, that there are going to be new developments and very soon, pra do të thotë do të kemi zhvillime të reja dhe shumë shpejt? Yes, I believe that there is going to be growing momentum, and we will see this in the forthcoming Senate hearings. Many former ambassadors to Albania from the United States, as well as people who have served in